Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Dua sot të flas për një çift që ndryshe nga çiftet e tjera, që ndryshe nga personazhet e tjerë publik, ky çift ka përzgjedhur që në media të tregon vetëm momente të bukura dhe të lumtura. Që nga përfundimi i Big Brotherit ka patur shumë skeptik për marrëdhënien e Selinës edhe të Gimbos, se si do të jetë marrëdhënia e tyre, a do të kenë lumturi, a do të kenë dashuri, a do të kenë energji të mirë, kushtuar kundërdrejt njëri tjetrit, dhe kanë qenë pikpyetje të mëdha, por Selina dhe Gimbo e vërtetoi që marrëdhënia e tyre do të jetë një marrëdhënie shumë korrekte dhe shumë e bukur, do të jetë një marrëdhënie fantastike. Ato të dy sot kanë përzgjedhur që këtë të diel nuk do ta kalojnë me angazhime, por ta kalojnë me qetësi shpirtërore. Ta kalojnë duke i dhuruar momente njëri tjetrit. Ne e dim shumë bukur që krahas punës, krahas angazhimeve, është shumë e rëndësishme vëmendja që ne ja dhurojmë njëri tjetrit, lumturia, dashuria që ne ja dhurojmë njëri tjetrit, dhe kjo gjëja e ka bërë Selinën dhe Gimbon që të jenë në qendër të vëmendjes. Ato në Instagram kanë ndarë momente shumë të bukura, kanë ndarë momente fantastike, kanë ndarë qëndrime fantastike, duke postuar fotografi nga dita e sotme. Kanë përzgjedhur që të jenë në një nga plazhet e Shqipërisë dhe janë kënaqur që të dy. Unë me thënë të drejtën, gjithmonë kam thënë që Selina dhe Gimbo do të jenë çift sepse janë të ngjajshëm, janë të njëjtë. Nëse i shikoni në përbërje, nëse i shikoni në thelb, ato janë që të dy të njëjtë, do me thënë janë ideal për njëri tjetrin. I japin dashuri njëri tjetrit, i japin energji të mirë njëri tjetrit, i japin pozitivitet njëri tjetrit dhe bëjnë njëri tjetrin që të ndjen të lumtur dhe të kënaqur. Dhe në këtë rast, Selina dhe Gimbo din vërtet ta kënaqin njëri tjetrin. Unë e pash që marrëdhënia e tyre ishte funksionale, do me thënë ashtu siç e pam edhe në ditën e Kurban Bajramit, do me thënë lumturia vazhdon që të jetë aktive të këtë dy, edhe pse jetojnë pak larg, por nuk mund largësia ta ndalon takimin dhe një dashuri, do me thënë vazhdojnë të takohen, vazhdojnë të jenë pra njëri tjetrit, vazhdojnë të kënaqin njëri tjetrin, dhe kjo në fakt i bën që të jenë të bekuar, i bën që të jenë të lumtur, i bën që të jenë në vëmendje të njëri tjetrit. Unë uroj që Selina dhe Gimbo të vazhdojnë në këtë formë, të argëtojnë njëri tjetrin dhe të na sjellin gjithmonë dashurinë. Ju që më keni kërkuar për të ditur se si është raporti Selinës dhe Gimbos, raporti është i jashtëzakonshëm.